Fituesi i Big Brother VIP Kosova 3, Driloni, është drejtuar e ndjekësve me një video mesazh nga Dubai, ku po ndodhet për shkak të udhëtimit të tij të fundit. Në video Driloni tha: "Përshëndetje njerëz, shpresoj që jeni mirë krejt. Mos u bëni merak, jam duke marrë shumë mesazhe, por mirë është çdo send. E di që jam në Dubai për fat të keq, por nuk është që jam duke marrë vesh sende të fortë këtu. Puna e luftës, përndryshe në pak merët e pam një raketë dhe i quan krejt njerëzit që kanë dalë të ecin në shtëpi, por mirë është çdo send. Tani jemi duke pritur, njëherë nuk kemi të drejtë të kthehemi. Aeroporti është mbyllur në Dubai, por përndryshe jemi mirë. Mos u bëni merak." Përshëndetje njerëz, shpresoj që jeni mirë krejt. Mos u bani marak, jam ka marrë shumë mesazhe, po mirë çdo sa. Di që jam në Dubai për fat keq, po nuk është që janë ka merën vesh sanet këtu fort. Puna luftës, për ndryshe na pozit bileki na po një raket, edhe i qunë krejt njerëz që ka dalë me ecë kështu në shtëpi. Qështu, po mirë çdo sa, tash na ty pritë. Njëherë nuk kena drejt mu kthy. Krejt aeroporti u mbyll këtu në Dubai, po për ndryshe jemi mirë, mos u bani marak. Ngjarjet e fundit në Dubai kanë shkaktuar kaos të përkohshëm në disa zona, duke detyruar qytetarët dhe vizitorët të qëndrojnë brenda dhe të ndjekin udhëzimet e sigurisë. Mesazhi i Drilonit qetëson valzat e tij, duke treguar se ai ndodhet në siguri me gjithë situatën e tensionuar.